Pas konkurimit në platformën Deputeti që duam, gazetarja e njohur nga Labëria Anila Ahmataj i është bashkuar shtabit elektoral të kandidatit Damian Gjiknuri në qarkun e Vlorës. Në një takim të zhvilluar në zyrat elektorale, ishin të pranishëm banor të zonës së Labërisë dhe mbështetës të Ahmataj. Kënaqësi që shtabi tim ju bashkua një vajzë zgjuar Labërie, gazetarja dhe aktivistja profesioniste Anila Ahmataj. Besim plot se rruga e nisur prej saj në platformën Deputeti që duam do të vazhdojë në përpjekjen e bashkët për t'i dhënë Labërisë dhe gjithë qarkut të Vlorës shkëlqimin dhe krenarinë e merituar, u shpreh kandidati Damian Gjiknuri, i cili më tej kërkoi votën e qytetarëve të Vlorës, por edhe gjithë zonës së Labërisë, duke u angazhuar për të qenë garant i mbrojtjes së interesave të tyre. Unë jam shumë i gëzuar sot që më është bashkuar Anila bashkë me ju. Ajo ka pas dëshirën vetë kandidoj, natyrisht që ka pas shumë dëshira për kandidim, u bë një proces për zgjedhje, për mua është një zonë që e meriton. Unë e kam njohur nëpërmjet ekranit, e kam njohur për ato emisionet e mrekullueshme që ka bërë për krahimin e Labërisë. Si një zonë e nderuar, si një gazetar i zonjës, ka ditur ti përfaqësoj mirë, për mua është një nder që kam në krah dhe do ta kem mbështetjen në fushat. Ardhja e saj këtu nuk është pa një qëllim që do të thotë ne së bashku jemi në një kaos që do ta kemi bashkëtim drejt një procesi më të gjatë edhe nesër. Në fjalën e saj para të pranishmëve, gazetarja Ahmataj theksoi se ka vendosur t'i bashkohet shtabit të kandidatit Gjiknuri. Damian Gjiknuri është një qytetar mbi gjitha me një integritet dhe me një kulturë të jashtëzakonshme, i thjeshtë dhe me një zemër shumë të madhe, një pritse për çdo individ, qofshin këta përtej të majtës dhe përtej të djathtës. Historikisht familja ime vjen me bindje të djathta, por demokracia apo bindje të djathta nuk personifikojnë Sali Berishën. Të jesh demokrat në shpirt dhe të jesh demokrat në zgjedhjet e tua dhe në atë çfarë përfaqëson ti, ka vlera mendoj të jashtëzakonshme. Jam shumë krenare që më në fund vendosa që të jem pjesë dhe përdor kontributin tim brenda Partisë Socialiste. Ne të gjithë së bashku, më shumë se sa jemi këtu, ti bashkangjitemi kandidatit Damian Gjiknuri për ta risjellë në qytetin e Vlorës, në qarkun e Vlorës si deputet, një nga njerëzit që i ka qëndruar një figurë politike e pjekur, me një eksperiencë të gjatë në shumë fusha, por kryesisht atë në politikë, duke treguar veten dhe si udhëheqës edhe si një individ i cili ja ka dhënë mundësi njerëzve dhe qytetarëve të Vlorës, qarkut të Vlorës. Jap fjalën këtu përpara jush, do të jem krahati, do të punoj fort për atë. Unë prandaj jam në krah të tij, se unë e di që ai është një njerëz që e mban fjalën dhe do të jetë afër qytetarëve. Damiani ka zgjedhur që të jetë sërish pjesë e kontribuese e qarkut të Vlorës, e qytetarëve vlonjat, po pse jo edhe Labërisë. Por pas 11 maj do të më shikoni përballë tyre dhe në krah të qytetarëve, duke kërkuar përmbushjen e përgjegjësive si kundër partije besimit politik të dhënë. Zgjodha të jem në krah të Damian Gjiknurit, aq sa për të kërkuar besim për të, po aq edhe për të shërbyer si kolateral për qytetarët, nënvizoi Ahmataj.